dielli po lëshonte rrezet e fundit mbi kodrat e fshatit Lumbardh, duke ngjyrosur qiellin me një të kuqe të thellë që më kujtonin gjithmonë gjakun. Isha 8 vjeç kur e kuptova për herë të parë se nuk isha si fëmijët e tjerë. Ndërsa shokët e mi vraponin në krahët e nënave dhe baballarëve të tyre pas shkollës, unë ecja vetëm në shtëpinë e gjyshes, me çantën e rëndë në shpinë dhe pyetje më të rënda në zemër. Gjyshja më priste gjithmonë në prag. Figura e saj e vockëll, e përkulur nga vitet, qëndronte aty si një dru i vjetër por i patunshëm. Sytë e saj të verdhë nga koha shikonin përtej meje, sikur kërkonte dikë tjetër, dikë që nuk do të vinte kurrë. Erdhe bir? Më thoshte ajo me zë të përshkajkur. Erdhe shëndoshe mirë. Unë vetëm tundja kokën. Çdo ditë e njëjta pyetje. Çdo ditë i njëjti mall i fshehur në zërin e saj. Shtëpia jon ishte e vogël, e ndërtuar nga gur të vjetër të mbuluar me liken. Muralisht e saj kishin parë breza të thërr. Brenda, era e lëndës së djegur dhe e bukës së pjekur në saç më përshëndeste si një përqafim. Por gjithmonë kishte diçka tjetër atje. Një aromë të ftohtë, të lagësht, që vinte nga dhoma në fund të korridorit. Ajo dhomë që gjyshja nuk më lejonte kur ta hapja. Ajo dhomë nuk është për ty, më thoshte ajo çdo herë që kureshtja më shtynte drejt saj. Atje janë gjëra që nuk duhet të shihen pa kohën e duhur. Por si mund të mos isha kureshtar? Si mund të mos pyesja veten çfarë fshehnin muret e atij dhome? Çfarë fshihte gjyshja nga unë? Ajo natë, ndërsa zhvillonim në heshtje darkën tonë të thjesht, bukmisri, djath i bardhë dhe udhinj, më lëshoi papritur një pyetje që më ndezi zemrën. Apo të mungojnë? Ngrira me kafe në dorë. Nuk kishte nevojë të shpjegonte kë. E dija. Gjithmonë e dija. Nuk i njoh, i thash me një zë që dukej më i ftohtë se sa isha unë në të vërtetë. Si mund të më mungojnë njerëz që nuk i kam parë kurrë? Gjyshja uli syt. Rrudhat në fytyrën e saj u thelluan, sikur çdo e vërtetë e pashqiptuar po i ngdente më thellë në lëkurë. Një ditë do të kuptosh, tha ajo me një zë kaq të ulët sa Mexhi e dëgjova. Një ditë do të dish çdo gjë, por jo sot. Jo ende. Ato fjalë më ndiqnin çdo natë. Kur shtrieshe në krevatin tim të ngushtë, duke dëgjuar erat që fëshëllinin në përdritaret e vjetra, imagjinoja fytyrën e nënës sime. A ishte e bukur? A kishte sy si të mit? Dhe babai, a ishte i fortë? A kishte duar të mëdha që mund të më ngrenin lart si që bënin baballarët e shokëve të mi? Por më shumë se gjithçka, doja të dija. Pse? Pse më kishin lënë? Çfarë kisha bërë unë, një foshnjë pa faj, që ata të largoheshin dhe të mos ktheheshin kurrë? Lumbardh nuk ishte vetëm një fshat. Ishte një botë e vogël ku çdo gur, çdo pemë, çdo shtëpi mbante histori. Njerëzit atje jetonin me kujtimet e tyre si me metata të çmueshme, duke i ruajtur me xhelozi dhe duke i trashëguar brez pas brezi. Shkolla jonë e vogël kishte vetëm 3 klasë. Mësuesja, zonjë Drita, ishte një grua e butë, me flok gri të mbledhur në bisht, por me sy të ashpër kur dikush nuk mësonte mësimin. Ajo e dinte gjithçka për çdo fëmijë në klasë, kush kishte prindër të divorcuar, kush jetonin me gjyshrit, kush ishin jashteti për punë. Por për mua, ajo kishte një shprehje tjetër, një lloj keqardhje të fshehtë që përpiqej ta mbulonte me buzëqeshje. Edon, më thiri një ditë pas mësimit, mbetu pak, dua të flas me ty. Shokët e mi dolën duke bërtitur dhe duke qeshur, por unë mbeta atje, duke ndjekur zërin e saj që tingëllonte më i butë se zakonisht. Si po shkon me gjyshen? Më pyeti, duke ulur pranë meje. Mirë, i thash, gjyshja është e fortë. Ajo buzëqeshi, por syt i kishin të lagur. Gjyshja jote është një grua jashtëzakonshme, Edon, por ti duhet të dish që ajo po plaket. Një ditë do të duhet të jesh i fortë për të. Nuk e kuptova atëherë çfarë donte të thoshte, por diçka në zërin e saj më tronditi, sikur po më paralajmëronte për diçka që nuk mund ta ndryshoja. Në shtëpinë tonë, koha kalonte ngadalë. Çdo mëngjes, gjyshja ngrihej para agimit, ndeste zjarin, gatuante bukën dhe më zgjonte me erën e saj. Pastaj ulej pranë dritares dhe qëndiste aty për orë të tëra,
duke shikuar rrugën e shtratuar me gur që zbriste nga kodra. "Çfarë shikon, gjyshe?" e pyesja shpesh. "Asgjë, birë, vetëm kujtoj." Por një ditë, kur isha 9 vjeç, pash lot në sytë e saj. Ishte pranvera dhe lulet e bajames kishin çelur përreth shtëpisë. Gjyshja mbante në duar një fotografi të vjetër, të verdhur nga koha. "Kush janë ata?" pyeta, duke u afruar. Ajo e fshiu shpejt fotografinë në xhepin e përparm, por nuk ishte mjaft e shpejt. Kisha parë 2 fytyra të reja, të rinë, të bukur, të lumtur. "Askush," tha ajo, "njerëz të vjetër." Por unë e dija që po gënjente. Në sytë e saj pash diçka që nuk kisha parë kurrë më parë. Një dhembje aq të thellë sa dukej sikur po e gërryer nga brenda. Vjeshta erdhi me shi dhe me erëra të ftohta që fshëllinin nëpër çatin ton të vjetër. Kisha mbushur 10 vjeç dhe trupi im po rritej, por edhe pyetjet në mendjen time po shtoheshin. Një mbrëmje, ndërsa gjyshja kishte shkuar te fqinjet për të marrë pak qumësht, kurreshtja më shtyu të hyja në atë dhomë të ndaluar. Dora më dridhej kur kapa dorezën e derës. Zemra më rrifte aq fort sa mendoja se do të më dëgjonte dikush. Brenda, dhoma ishte e vogël dhe e errët. Era e lagështisë më goditi menjëherë. Në qoshe, kishte një ark të vjetër druri, me gërvishtje dhe me një dry të thyeshëm që vare nga bravantja. Pranë saj, një raft plot me libra të vjetër dhe letra të verdhura. Hapa arkën. Brenda gjitha rroba, një fustan përrallor i bardhë me dantela dhe një kostum burri të zeza dhe të prera me elegancë. Më poshtë, një album fotografish. E hapa me duar të dridhura. Aty ishin ata, nëna ime dhe babai. E dia, nuk kishte nevojë të më thoshte askush. Fytyra e nënës ishte e butë, me sy të mëdhenj dhe të errët si të mit. Babai qeshte në fotografi, me një shprehje krenare dhe të fortë. Dhe pastaj gjeta diçka më të çuditshme. Një ditar, i lidhur me lëkurë të vjetër, me fletë të verdhura nga koha. E hapa në faqen e parë. Shkrimi ishte i imët, por i qartë. Sot lindi djali im, Edoni, i vogël si një zog, por me një zë aq të fortë sa dukej se do të kishte shumë për të thënë në këtë botë. Por unë nuk kam kohë. Nuk kam kohë. Një ftohtisir më përshkoi. Ky ishte ditari i nënës sime. Vazhdova të lexoja faqe pas faqeje, dhe çdo fjalë ishte si një thik në zemrën time. Nëna ime shkruante për mua, për dashurinë që ndjente, por edhe për diçka që nuk e kuptoja. Një frikë, një presion, një zgjedhje që duhet të bënte. Nuk mund ta mbaj. Jo për shkak se nuk e dua, por sepse dashuria ime nuk mjakon. Janë gjëra më të forta se dashuria. Janë gjëra që varen mbi ne si re të zeza dhe nuk na lën të frymojmë. Çfarë gjërash? Çfarë nuk kuptonte? Dëgjova hapat e gjyshes duke u kthyer. Mbylla arkën me panik dhe dola shpejt nga dhoma. Zemra më rrifte aq fort sa ndjeja sikur do të më çaje gjoksi. Atë natë nuk fola. Ulesha në darkë me kokën ulur, duke menduar për fjanët që kisha lexuar. Gjyshja më vështronte me kujdes, sikur dinte diçka, por nuk tha asgjë. Kur shkova në shtrat, mbajta syt hapur deri në agim, duke imagjinuar fytyrën e nënës sime, duke pyetur veten çfarë kishte ndodhur. Çfarë kishte detyruar të më braktiste? Fshati ishte i vogël dhe të gjithë dinin çdo gjë për njëri tjetrin, por gjithmonë kishte heshtje për disa tema. Ishte si një marrëveshje e heshtur. Disa gjëra nuk duheshin përmendur. Një ditë, ndërsa bleja bukë në dyqanin e vjetër të Zë Petrit, dëgjova një bisedë që ngriti veshët. Gjyshja e Donit po plaket, tha një grua me zë të ulët. Kush do të kujdeset për djalin kur ajo të mos jetë? Ajo grua mori përgjegjësinë e botës mbi shpinë, ju përgjigj një zë tjetër. Pas asaj që ndodhi me të birin dhe të bijën, ndaluan pa pritur. Kisha hyrë brenda. Zë Petri më buzëqeshi me një shprehje të detyruar. E don bir, çfarë do sot?
por nuk dëgjoja. Mendja ime ishte mbushur me fjale që sapo kisha dëgjuar. Pas asaj që ndodhi, çfarë kishte ndodhur? Kur u ktheva në shtëpi, gjyshja po gatuante supë me perime. Era e saj mbushte kuzhinën e vogël, por nuk kisha uri. Gjyshe, fillova me kujdes. Pse njerëzit nuk flasin kur për prindrit e mi? Dora e saj ndaloi për një moment, pastaj vazhdoi të përzinte supën. Sepse e kaluara nuk ka nevojë të përshëritet, tha ajo pa u kthyer. Por kam nevojë ta di, thira, me një zë më të fortë se sa kisha dashur. Kam nevojë të di pse më lan, çfarë bëra keq. Gjyshja u kthye me vrap dhe për herë të parë pash zemërim në sytë e saj. Ti nuk bëre asgjë keq, asgjë. Ti ishe fëmia më i pafajshëm në botë. Atëherë pse? Pyeta, duke ndjekur lotët që më rrëdhojnë në faqe. Pse më braktisëm? Ajo më shikoi për një kohë të gjatë dhe pastaj, sikur diçka brenda saj u thye, tha: Sepse nuk kishin zgjedhje birë. Nuk kishin zgjedhje. Kisha mbushur 12 vjeç kur mësuesja Zënjë Drita më thirri sërish pas shkolle. Këtë herë, fytyra e saj ishte më e shqetësuar. Edon, dua të flas me ty për diçka të rëndësishme, tha ajo, duke më bërë shenjë të ulesh. Po mësuese? E di që jeton me gjyshen, e di që prindrit e tu nuk janë këtu, por dua të dish se ti nuk je vetëm në këtë botë. Ka njerëz që të duan, edhe nëse nuk janë këtu. Fjalet e saj më prekën thellë, por edhe më konfuzuan. Si mund të më duan nëse nuk janë këtu? Pyeta. Ajo më shikoi me sytë e lagur. Sepse dashuria nuk është gjithmonë pranë fizike e don. Ndonjëherë dashuria është dish se duhet të qëndrosh larg për të mbrojtur atë që do. Nuk e kuptoja. Si mund të më mbronin duke më braktisur? Mësuese, pyeta me një zë të ulët, çfarë dini ju për prindrit e mi? Ajo mori një frym të thellë. Di aq sa duhet. Di që ishin njerëz të mirë, por që bën një zgjedhje të vështirë. Dhe di që gjyshja jote mban peshën e asaj zgjedhjeje çdo ditë. Por çfarë zgjedhjeje? Pse askush nuk më thot të vërtetën? Zonja Drita më vori dorën në supë. Sepse e vërteta ndonjëherë duhet të zbulohet vetë, sepse dëgjimi i saj nga goja e dikujt tjetër nuk ka të njëjtin kuptim. Ti do ta dish Edon kur të jesh gati. Kur u largova nga shkolla atë ditë, ndjeva një peshë më të rëndë se kurrë mbi shpatulla. Çdo fjalë, çdo gjysmë e vërtete që më thonin, vetëm më ngatëronin më shumë. Ajo natë vendosa të kthehesha në atë dhomë të ndaluar. Ishte një natë me shi. Gjyshja kishte fjetur herët, e lodhur nga puna e ditës. Ndeza një qiri dhe lyra me kujdes në dhomë. Këtë herë e kisha një qëllim. Doja të gjeja më shumë, doja të dija gjithçka. Arkën e kisha hapur më parë, por kësaj here e kontrollova me më shumë kujdes. Në rrobat e dasmës gjeta një zarf. Brenda kishte një letër, të shkruar me dorëshkrim të shkathët. Nën e shtrenjtë. Nuk di si të filloj këtë letër. Fjalët duken shumë të vogla për atë që ndjej, por duhet ta shkruaj sepse nuk di nëse do të kem kurajo ta them përballë. Edoni poritet. E di që është me ty dhe e di që po e mbron me gjithë zemrën tënde. Por çdo natë, kur mbyll syt, e shoh fytyrën e tij të vogël dhe më coptohet shpirti. Bora më tha që duhet të largohem, që familja e tij nuk do ta pranonte një grua si unë, një grua nga fshati tjetër, pa trashëgimi, pa emër të madh. Ata thanë që Edoni nuk do të kishte të ardhme me prindër si ne. Tentova të luftoj, betohem që tentova, por Bora më tha që nëse nuk largohemi, ata do ta marrin Edonin dhe do ta dërgojnë në një jetimor. Do ta marrin dhe nuk do ta shohim kurrë më.
kështu që zgjodha. Zgjodha ty nën. Zgjodha që ti të kesh gjasin të arrisësh, sepse di që do ta dosh si të kishte qenë yti. Dhe zgjodha që unë të largohem, që të mos jetë kur në rrezik për shkak time. Faleminderit për gjithçka që po bën. Dhe të lutem, mos ja trego kur këtë letër. Lëre ta mendoj që ne nuk e donim. Është më mirë kështu. Me dashuri dhe dhembjet pafund. Anila. Letra më ra nga duart. Anila. Nëna ime quaj Anila. Trupi im dridhej. Gjunjët mu dobësuan dhe rash në dysheme. Çdo fjalë që kisha lexuar më shkriu shpirtin. Ajo nuk më kishte braktisur sepse nuk më ndonte. Ajo më kishte braktisur sepse dashuria e saj nuk mjaftonte kundër botës që e rrethonte. Qava atë natë si nuk kisha qarë kurrë. Qava për nënën që nuk e kisha njohur, për baban që kishte zgjedhur të largoj, për gjyshen që mbante këtë sekret të rënd çdo ditë. Dhe qava për veten time. Për fëmijën që kisha qenë, që kishte pyetur veten çdo ditë çfarë kishte bërë keq. Të nesërmen, kur gjyshja u zgjua, më gjeti të ulur në kuzhinë me letrën përpara. Fytyra e saj u zbe. E lexove. Tha jo me një zë të thyer. Po, i thash. E lexova. Dhe tani dua të di gjithçka. Ajo ul ngadalë në karrige, sikur çdo vit i saj po i rëndonte papritur. Për një kohë të gjatë nuk tha asgjë. Pastaj filloi të flas me një zë kaq të ulët sa mezi e dëgjoja. Anila dhe Bora u njohën në shkollën mesme, tha jo. Ajo ishte vajza më e bukur e fshatit ton, ai ishte djali më i zgjuar i fshatit tjekër. U dashuruan me një dashuri që njerëzit flasin vetëm në përralla. Çfarë ndodhi? Familja e Borës nuk e pranoi. Ata kishin plane tjera për të. Donin që ai të martohej me vajzën e një njeriu të pasur, që të bashkonin tokat dhe pasuritë. Kur mësuan që Anila ishte shtatzën, u tërbuan. Zemra më rrinte me forcë. Ata i thanë që nëse nuk ndaheshim, do ta merrnin fëmijën. Kishin lidhje me njerëz të fuqishëm, me gjyqtar dhe me policë. Anila e dinte që nuk mund të luftonte kundër tyre. Pse nuk më morën me vete? Pyeta me një zë që mezi doli. Gjyshja më shikoi me sy plot lot. Sepse dashurinë e tyre për ty ishte më e madhe se dashuria që kishin për njëri tjetrin, dhe dinin që unë do të doja si asgjë tjetër në botë. Ku janë tani? Ajo heshti. Dhe në atë heshtje, e kuptova. Gjyshe, ku janë? Bora vdiq 5 vjet pas lindjes sate, tha ajo me një zë të thyer. Një aksident makine, por unë mendoj që u shua nga brenda shumë më parë. Nuk e duroj kur që të kishte braktisur. Dhe Anila? Gjyshja heshti përsëri. Pastaj tha, Anila jeton, por nuk është këtu. Pasi mësova të vërtetën, çdo gjë ndryshoi. Nuk isha më fëmia që pyeste, isha adoleshenti që kërkonte përgjigje. Ku është ajo? I thash gjyshes ditën tjetër. E don, të lutem. Ku është nëna ime? Gjyshja më shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj sikur diçka brenda saj u dorëzua, tha: Në Tiranë. Punon në një spital atje. Kur nuk u martua, kur nuk pati fëmijë të tjerë. Ndjeva një val emocioni që nuk e kuptoja, zemërim, keqardhje, por edhe një shpresë të çuditshme. Dua ta takoj, i thash. Nuk është e thjeshtë birë. Nuk më intereson. Ajo është nëna ime. Gjyshja më vuri dorën në fytyrë. Dhe ajo ka zgjedhur të qëndroj larg. Respektoja atë zgjedhje. Por unë nuk mund ta respektoja. Si mund ta respektoja diçka që më kishte dhembur gjithë jetën? Javët e ardhshme i kalova duke menduar për atë. Çdo natë shihja fytyrën e saj në fotografi, duke u pyetur nëse edhe ajo mendonte për mua, nëse edhe ajo nuk flinte natën duke kujtuar fëmijën që kishte lënë. Kur mbusha 15 vjeç, vendosa.
Do të shkoja në Tiranë, do ta gjeja, do ta shikoja në sy dhe do të pyesja pse. Pse dashuria e saj nuk kishte qenë mjaft e fortë. Ishte pranverë kur mora vendimin final. Gjysja tentoi të më ndalonte, por pash në sytë e saj që e kuptonte, që e dinte që kjo ditë do të vinte. Merr këtë, më tha duke më dhënë një zarf me para. Dhe kujdesu. Po ti? Unë jam e vjetër birë, kam jetuar jetën time, por ti duhet të gjesh paqen. Autobusi për Tiranë niste në agim. Udhëtimi zgjati 4 orë, por më duken si një përjetësi. Peizazhi ndryshonte. Kodrat e njohura u zëvendësuan me fusha dhe pastaj me ndërtesa të larta që më bën të ndjeja të vogël. Kur mbërrita në Tiranë, qyteti më gëlltiti. Njerëzit vraponin kudo, makinat bërtasnin, dhe unë ndjeva për herë të parë se çfarë do të thoshte të ishe i humbur. Por kisha një adres. Spitali Universitar i Tiranës. Ecja në për rrugët e mëdha, duke kërkuar shenja, duke pyetur njerëz. Disa më ndihmuan, disa më shikuan me mëshirë. Një djalë fshatar i humbur në qytetin e madh. Kur mbërrita përpara spitalit, zemra më rritse aq fort sa mendoja se do të më dëgjonte gjithë qyteti. Hyra brenda. Era e dezinfektantit më goditi, por vazhdova të ecja drejt recepcionit. Mirdita, thash me zë të dridhur. Kam një pyetje. Punon këtu një mjeke me emrin Anila? Gruaja pas tavolinës më shikoi me kujdes. Anila si mbiemër? E përmenda. Ajo kontrolloi kompjuterin. Po, doktor Anila, por nuk është këtu sot. Ka bushim. Zemra mu rrëzua. Kur do t'jetë? Të hënën. Ishin vetëm 2 ditë, por më duken si 2 jetë. Të hënën u ktheva në spital. Kësa herë visha rrobat më të mira që kisha. Një këmishë të bardhë, që gjyshja ma kishte palosur me kujdes, dhe pantallone të zeza. Prisja jashtë, duke vështruar çdo mjeke që dilte. Dhe pastaj e pash. Ishte më e vjetër se në fotografi, por fytyra ishte e njëjtë. Flokut i kishte të mbledhur dhe este me një mundim të qetë. Por kur sytë tanë u takuan, ajo ndaloi. Për një moment, bota ndaloi. Ti, tha ajo me një zë që mezi doli. Unë jam e Doni, i thash. Fytyra e saj u zbeh. Çanta ju ra nga dora. Dhe pastaj para se të mendoja, ajo vrapoi drejt meje dhe më përqafoi aq fort sa mezi merrja frym. Djali im, çante ajo. Djali im. Dhe unë që kisha ardhur me zemërim, që kisha ardhur me pyetje, që kisha ardhur për t'i thënë sa shumë më kishte dhëmbur, thjesht qaja. Qaja në krahët e saj, dhe ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer kurrë, ndjenjen e të qenit në shtëpi. Ulesem në një kafene pranë spitalit. Ajo nuk mund të fliste, vetëm më shikonte, duke më prekur fytyrën sikur po kontrollonte nëse isha real. Si më gjete? Më pyeti më në fund. Gjyshja më tha, e kam lexuar letrën tënde. Ajo uli syt. Atë letër nuk duhet ta lexoje. Përse? Sepse doja që të më urreje, tha ajo me një zë të thyer. Sepse është më e lehtë jetosh duke menduar që nëna jote nuk të donte, se sa të dish që ajo të donte aq shumë sa u shkatërma nga brenda. Por pse? Pyeta. Pse nuk luftove? Pse më le? Ajo u mori një frymë të thellë dhe filloi të flas. Dhe në atë moment dëgjova historinë e plot. Historinë që gjyshja nuk ishte guxuar ta tregonte plotësisht. Kur u dashurova me Borën, filloi Anila, mendoja që dashuria mjaftonte, që nëse ne e donim njëri tjetrin mjaft fort, asgjë nuk mund të na ndante. Por nuk e dija sa mizore mund të jetë bota. Ajo fshiu lotët që i rrëdhonin. Familja e Borës ishte e fuqishme në rajon. Babai i tij zotronte toka, kishte biznese, kishte lidhje me politikan dhe gjyqtar. Kur mësuan që isha shtatzën, më thirrën në shtëpinë e tyre. Zëri i saj u thye. Më thanë që nuk do të pranohej kur një martesë e tillë, që djali i tyre kishte një të ardhme të shkëlqyer dhe unë do ta shkatroja atë. Më ofruan para që të largohej shtatzanin. E shikova me tmerr. Refuzova. I thash që doja fëmin, që do ta mbaja pavarësisht çfarë thonin ata. Atëherë babai i Borës më tha diçka që nuk do ta harroj kurrë. Nëse lindaj fëmijë, do ta marrim. Do të shkoj në një timor dhe nuk do ta shikosh kurrë më. Dhe nëse Bora përpiqet të mbrojë, do ta çliroj nga trashëgimia. Do të jetë asgjë. Ndjeva një zemrim që nuk e kisha ndjer kurrë.
Bora ishte midis dy botësh, midis familjes dhe meje. E shihja duke u shkatëruar çdo ditë, dhe kur linde, kur të pa shtyp herë të parë, e kuptova që nuk mund të rrezikoja. Kështu që më le me gjyshen, thash me një zë të ftohtë. Kështu që të lash me nënën që e dija se do të vdiste për ty, më korrigjoi ajo. Nëna ime ishte gruaja më e fortë që kam njohur. E dija që ajo do të luftonte për ty kur unë nuk mund ta bëja dot. Dhe Bora? Fytyra e saj u bë edhe më e dhëmshme. Bora nuk e përballoi. Ai u largua me mua për 2 javë, por presioni nga familja ishte shumë i madh. Ata i thanë që nëse nuk kthehej, do të merrnin me forcë. Kështu që ai u kthye. Por kur nuk ishte i njëjti. Si vdiq? Në një aksident makine, por unë e di që nuk ishte aksident i vërtet. Ai po drejtonte në natë, në shi, dhe nuk përpiqet të kthehej nga një kthes. Disa thanë që ishte lodhja, por unë e di që ishte shpirti i tij që ishte shumë i lodhur për të vazhduar. Ndjeva lot duke më rënë, për baban që nuk e kisha njohur, për nënën që kishte jetuar me këtë dhembje. Pas vdekjes së tij, vazhdoi ajo, doja të kthehesha, doja të merrja dhe të largoheshim larg, por nëna ime më tha që familja e Borës ende kishte fuqi, që nëse kthehesha, ata do të gjenin një mënyrë për të marrë. Kështu që qëndrova larg, studiova, u bëra mjeke dhe çdo ditë mendoja për ty. Por nuk erdhe kurrë, i thash me një zë të thyer. Sepse kisha frikë, pranoi ajo. Sepse nuk dija nëse do të kisha bërë më shumë keq se sa mirë. Sepse mendoja që ti ishe më mirë pa mua. Kaluam orë duke folur. Ajo më tregoi për jetën e saj në Tiranë, jetën e një mjekeje të vetmuar që punonte ditë e natë për të harruar dhembjen, për pacientët që shpëtonte çdo ditë, por që nuk mund ta shpëtonte veten nga e kaluara. A mendove ndonjëherë të kesh fëmijë të tjerë? Pyeta. Çdo ditë, tha ajo. Por çdo herë që mendoja për një jetë të re, të shihja ty, dhe nuk mund të imagjinoja të kisha një fëmijë tjetër kur i pari im po rritej pa mua. Por po rritej, i thash. Gjyshja më bëri një njeri të mirë. Ajo buzëqeshi përmes lodhve. E di, nëna ime është një grua jashtëzakonshme. Ajo po plaket, i thash me një zë të ulët, dhe kam frikë. Edhe unë kam frikë. Kam frikë që kam humbur shumë kohë, se kam humbur mundësinë të shoh duke u rritur. Nuk e ke humbur gjithçka, i thash. Jam këtu tani. Ajo më shikoi me sy plot shpresë dhe frikë. A do të më falesh ndonjëherë? Ishte një pyetje që kisha menduar se do ta bëja unë, që kisha imagjinuar të bërtisja ndaj saj, por kur isha atje, kur shihja dhembje në sytë e saj, kuptova që falja nuk ishte diçka që duhej kërkuar. Ishte diçka që duhej dhënë. Po përpiqem, i thash sinqerisht. Po përpiqem. Kur u ktheva në Lumbardh, gjyshja më priste në prag si gjithmonë, por këtë herë, kur më pa, diçka në sytë e saj ndryshoi. E takove, tha ajo. Nuk ishte pyetje. Po, ajo më përqafoi aq fort sa ndjeva të gjithë dashurinë dhe dhembjen që kishte mbajtur për vite. Si është? Pyeti me zë të dridhur. E shkatruar, i thash sinqerisht, por e fort, si ti. Gjyshja qeshi dhe qau më të njëjtën kohë. Atë natë, uleshim pranë zjarrit dhe i tregova çdo gjë. Ajo ndëgjonte me kujdes, duke tundur kokën, duke fshirë lot, duke buzëqeshur në momente. E dija që një ditë do të shkoje. E dija që nuk do të mund të jetoni gjithë jetën pa e ditur të vërtetën. Pse nuk ma the ti? Sepse disa të vërteta duhen zbuluar vetë, tha ajo, duke përsëritur fjalët e mësueses sime. Sepse nëse të rrëfenin të tjerët, nuk do të kishe të njëjtën kuptim. Çfarë do të ndodh tani? Pyeta. Gjyshja më shikoi me dashuri. Tani, ti vendos. Ti vendos nëse do të kesh një marrëdhënie me nënën tënde. Ti vendos si do të vazhdosh përpara. Dhe ajo kishte të drejtë. Tani që e dija të vërtetën, tani që e kuptoja dhembjen dhe sakrificat, duhet të vendosja si të jetoja me këtë njohuri. Muajt e ardhshëm ishin të vështirë. Anila filloi të më telefononte çdo javë. Në fillim bisedat ishin të ngurta, plot heshtje të pakëndshme. Por ngadalë, shumë ngadalë, filluan të njihemi. Ajo më tregonte për punën e saj, për pacientët që trajtonte, për qytetin e madh që nuk e ndjente kurrë si shtëpi. Unë i tregoja për shkollën, për shokët,
për jetën në fshat që ajo e kishte lënë kaq kohë më parë. Si është gjyshja? Më pyeti gjithmonë. E fort, i thosh, por po plaket. Një ditë, gjyshja u sëmur. Ishte dimër dhe një grip i rënd e goditi. Për një javë, ajo qëndroi në shtrat, me ethe dhe me koll që e shqetësuan. I telefonova Anilës me panik. Gjyshja shumë keq, nuk e di çfarë të bëj. Qëndro qetë, më tha ajo me zërin profesional të një mjekeje. Përshkruam simptomat. E bëra, dhe ajo më dha udhëzime të qarta. Çfarë ilaçesh të blija? Si ta kujdesja? Kur të alarmohesh? Do të vi, tha ajo papritur. Çfarë? Do të vi ta shoh. Nesër. Zemra më urrit. Por a je i sigurt? Ajo është nëna ime e don, dhe ti je djali im. Është koha të kthehem në shtëpi. Kur Anila mbërriti në Lumbardh, i gjithë shati e kuptoi. Njerëzit shikonin në dritaret, flasin në zë të ulët, por askush nuk tha asgjë publikisht. Gjyshja ishte ende e dobët kur Anila hyri në dhomë. Për një moment, ato dy vetëm shikuan njëra tjetrën. Pastaj, Anila u rrëzua pranë krevatit dhe mori dorën e nënës së saj. Nën, tha ajo me një zë plot lot. Bia ime, përshpëriti gjyshja, më në fund erdhe. Ato qanë së bashku, dhe unë qëndrova në prag, duke parë dy gra që kishin vuajtur aq shumë për shkak të dashurisë që ndjenin për mua. Anila qëndroi një javë. Kujdesej për gjyshen si mjeke, por edhe si bij. Dhe çdo ditë, ne të tre uleshim së bashku, duke ngrënë, duke folur, duke qenë për herë të parë një familje. Një mbrëmje, ndërsa uleshin pranë zjarrit, Anila më pyeti. A mendon të studiosh mjekësi? E shikova me habitet. Pse? Sepse ke zemër për të ndihmuar të tjerët. E shoh, dhe sepse mendoj që do të ishe një mjek i shkëlqyer. Nuk e di nëse mund ta bëj, i thash sinqerisht. Mund ta bësh, tha gjyshja nga krevati. Dhe ne do të jemi këtu për të mbështetur. Atë natë mendova shumë. Për të ardhmen, për zgjedhjet që kisha para, për jetën që doja të ndërtoja. Në ditën e fundet para se Anila të largohej, gjyshja na thirri të dy pranë saj. Ka diçka tjetër që duhet ta dini, tha ajo me një zë të dobët. Na shikuam me Anilën me shqetësim. Familja e Borës, vazhdoi gjyshja. Ata nuk janë më aq të fuqishëm sa ishin. Babai i Borës vdiq para 3 vitesh. Vëllai i tij e ka humbur shumicën e pasurisë. Nuk kanë më fuqinë që kishin. Anila ngriti kokën. Pse nuk ma the? Sepse nuk doja që të ktheheshe vetëm kur ishe e sigurt, tha gjyshja. Doja që të ktheheshe kur ti ishe gati. Ka diçka tjetër, vazhdoi ajo. Bora la një testament. E kam zbuluar vetëm para 2 vitesh. Çfarë testamenti? Pyeta. Ai la gjithçka që zotëronte për ty e dom. Tokat, shtëpinë, gjithçka. Por familja e tij e ka fshehur këtë. Kam pretenduar që nuk ka ekzistuar asnjë testament. Ndjeva një zemërim të ri duke më mbushur. Ata të vodhën trashëgimin, tha Anila me një zë plot indignacion. Po, tha gjyshja. Por tani që e din, mund të luftosh për të, ose mund ta lësh. Zgjedhja është jotja. E shikova gjyshen. Çfarë mendon ti? Mendoj që paraja dhe tokat nuk të sjellin lumturi, tha ajo. Por edhe mendoj që e drejta është e drejtë, dhe nëse Bora donte që ti të kishe atë, atëherë ishte dashuria e tij e fundit për ty. Javët e ardhshme ishin kaotike. Anila kontaktoi një avokat në Tiranë që ajo e besonte. I tregoi gjithçka, letrën, testamentin e fshehtë, historinë e familjes së Borës. Avokati ishte i intriguar. Kjo është një çështje e vështirë, tha ai. Por nëse mund të gjejmë provën e testamentit, keni një rast të fortë. Filloi një hetim. Dokumentet u kërkuan, dëshmitar u intervistuan, dhe ngadalë e vërteta filloi të dalë në dritë. Testamenti ekzistonte. Bora e kishte shkruar 2 muaj para vdekjes së tij dhe kishte regjistruar në një noteri në Tiranë. Por familja e tij e kishte fshehur këtë, duke paguar njerëz që të heshtin. Kur lajmi u përhap në fshat, njerëzit filluan të flasin. Disa e mbështetën,
Disa thonë që po shqetësoja të vdekurit, por unë nuk mund ta lija. Nuk është për parat, I thash gjyshes një natë. Është për respektin, për të nderuar dëshirën e babait tim. E di, bir, tha ajo, dhe jam krenar për ty. Gjyqi zgjati 6 muaj. Ishte një luftë e vështirë. Familja Borës kishte avokat të mirë dhe përpiqeshin të më diskreditonin. Thonë që nuk isha djali vërtet I Borës, që nëna ime kishte trilluar gjithçka. Por Anila ishte atje. Çdo gjyqi, ajo ulej në radhën e parë, duke më mbështetur me praninë e saj, dhe kur erdhi koha për të dëshmuar, ajo foli me një forcë që nuk e kisha parë kurrë. E doni është djali I Borës, tha ajo me një zë të qartë. Dhe unë jam gruaja që ai e deshi pavarësisht të gjitha pengesave. Ne mund të mos jemi martuar zyrtarisht, por dashuria jon ishte reale, dhe djali jon meriton çfarë I takon. Në fund, gjyqi vendosi në favorin ton. Testamenti u njohsi I vlefshëm. Trashëgimia ishte imja. Por fitoria erdhi me një çmim. Familja e Borës, të poshtëruar dhe të zemëruar, u bën armiq të hapur. Ata përhapën fjalë të këqija për gjyshen, për Anilën, për mua. Një ditë, ndërsa ecja nga shkolla, një makinë daloi pranë meje. Ishte vllai I Borës. Mendon që ke fituar, tha ai me një zë plot urrëtie. Mendon që mund të marrësh çfarë na takon neve? Nuk ishte e juaja, I thash duke përpjekur të jemi qetë. Ishte e babait tim, dhe ai deshi që të ishte imja. Babai yt ishte një budalla që humbi kokën për një grua që nuk vlente asgjë. Ka fshuri ai. Ndjeva zëmërimin duke më mbushur, por e mbajta veten. Nëna ime vlen më shumë se gjithçka që ju keni pasur ndonjëherë. Ajo sakrifikoi gjithçka për mua, ndërsa ju vetëm grabitni dhe fshehni. Doli nga makina dhe për një moment mendova se do të më godiste, por pastaj pa njerëz duke ardhur dhe hypi përsëri në makinë duke larguar me shpejtësi. Atë natë I tregova gjyshes çfarë kishte ndodhur. Ndonjëherë drejtësia vjen me një çmim, tha ajo. Por pyetja është, a je I gatshëm ta paguash? E shikova me kujdes. Çfarë do të thuash? Do të thotë që tani ke zgjedhje. Mund të marrësh trashëgimin dhe të ndërtosh një jetë të re, ose ta shesësh dhe të largohesh prej tyre. Mund të qëndrosh këtu ose mund të shkosh. Por çfarëdo që të zgjedhësh, sigurohu që të jetë për ty, jo për hir të hakmarrjes. Vendosa ta vizitoj shtëpinë që tani më takonte. Ishte një ndërtesë e madhe, 2 katshe, me një obor të gjerë dhe pemë frutash. Por ishte e braktisur, e mbuluar me pluhur dhe me rrjet merimangash. Hyra brenda me një ndjenjë të çuditshme. Kjo ishte shtëpia ku babai im kishte rritur, ku ai kishte qenë fëmijë, ku kishte ëndëruar, ku kishte dashur nënën time. Në dhomën e tij gjeta gjëra që familja nuk I kishte marrë: fotografi, libra, një ditar të vjetër. E hapa ditarin me duar të dridhura. Sot takova Anilën përsëri. Çdo herë që e shoh, zemra më rreh aq fort sa mendoj se do të më shpërthej. Por babai më tha që duhet të harroj, që ajo nuk është për mua. Si mund të harroj diçka që më bën të ndihem I gjallë për herë të parë? Vazhdova të lexoj, faqe pas faqeje, dhe pash historinë nga sytë e tij. Luftën e tij midis detyrës dhe dashurisë. Dhembjen e tij kur mësoi që do të bëhej baba, por që nuk mund të ishte atje. Familja më ka dhënë një ultimatum. Ose largoj Anilën dhe fëmijën nga jeta ime, ose do të më çlirojnë. Do të jem asgjë. Por si mund të jem diçka kur zemra ime do të jetë me ata? Dhe pastaj në faqet e fundit kam shkruar një testament. Kam lënë gjithçka për djalin tim. Nëse nuk mund të jem atje për të paktën mund të jap një të ardhme. Dhe ndoshta një ditë ai do të kuptojë që edhe pse nuk kisha pranë, dashuria ime për të ishte reale. Mbylla ditarin dhe qava. Qava për baban që nuk e kisha njohur, që kishte vuajtur në heshtje, që kishte vdekur me një zemër të thyer. E telefonova Anilën dhe I thash për atë që kisha gjetur. Ajo erdhi nga Tirana të nesërmen. Së bashku shëtitëm në shtëpinë e Borës. Ajo preku muret me kujdes, sikur po prekte kujtime. Ktu ishim takuar fshehurazi, tha ajo, duke treguar një dhomë në katin e dytë. Prindrit e tij ishin larguar dhe ai më kishte ftuar.
Uleshim këtu dhe bënim plane për një të ardhme që nuk do të vinte kurrë. Ke menduar ndonjëherë çfarë do të kishte qenë nëse ju do të kishit mundur të ishit së bashku? Pyeta. Ajo buzëqeshi me trishtim. Çdo ditë mendoj, por pastaj mendoj që ndoshta ishte më mirë kështu. Ndoshta nëse do të kishim qenë së bashku, do të ishim shkatruar nga presioni. Të paktën kështu dashuria jonë mbeti e pastër, e padëmtuar nga kohët e vështira. Por ti qëndrove vetëm, i thash, nuk u martuar kurrë, nuk pate fëmijë të tjerë. Sepse ai ishte dashuria e jetës sime, tha ajo thjesht. Dhe ti ishe fëmia im. Si mund të kisha një jetë tjetër kur zemra ime ishte gjithmonë këtu? I mora dorën. Nuk është e përvonë. Mund të ndërtojmë diçka tani. Ajo më shikoi me sy plot shpresë. A do të thuash? Do të thuaj që dua që të jesh pjesë e jetës sime, i thash. Jo si një vizitore, por si nëna ime. Dhe duaj që së bashku të nderojmë kujtimin e babait tim. Ajo më përqafoi aq fort sa ndjeva të gjithë dashurinë që kishte mbajtur për vite. Vendosëm të restaurojmë shtëpinë e Borës. Anila mori pushim nga puna dhe erdhi për disa javë. Së bashku pastruam, lyem, riparuam. Gjyshja, edhe pse e dobët, vinte çdo ditë për të na mbikëqyrur, duke na dhënë këshilla dhe duke na bërë të qeshnim me historitë e saj. Kjo shtëpi ka shpirt, thoshte ajo. Duhet ta trajtoni me respekt. Ndërsa punoja, fillova të imagjinoja një të ardhme. Kjo shtëpi mund të bëhej një vend ku familja jon, e shpërbër për aq kohë, mund të rindërtohej. Një ditë, ndërsa rregulloja një dhomë, gjeta një kuti të vogël të fshehur pas një paneli druri. Brenda ishte një unaz. Unaza e fejesës që Bora kishte blerë për Anilën, por nuk e kishte dhënë kurrë. E mora dhe ja tregova Anilës. Ajo e shikoi me sy plot lot. Ai ma kishte treguar për këtë, tha ajo me zë të thyer. Kishte thënë që do të më fejonte, pavarësisht se çfarë thonë të tjerët, por nuk pati kurrë mundësinë. Mbaje, i thash, është e jotja. Ajo e mori unazën dhe e vuri në gjisht. Është e madhe, tha ajo duke buzëqeshur përmes lotëve, por do ta mbaj, si një kujtim të dashurisë që nuk u realizua kurrë plotësisht, por që ishte reale. Ndërsa restaurimi përparonte, fshati filloi të vinte për të parë. Në fillim ishin të kuresht, pastaj të habitur dhe më në fund të admiruar. Po bën një punë të mirë e don, më tha jo Tripetri një ditë, po i jep një shpirt të ri kësaj shtëpie. Disa nga fqinjët vinin mendim, sillnin mjete, ofronin këshilla, na ftuan për darka. Gjyshja ishte e lumtur të shihte se fshati po na pranonte. Por jo të gjithë ishin të lumtur. Familja e Borës po përhapte për thallje, që po grabitnim trashëgimin, që nuk ishin të drejtë të ishim atje. Një ditë në treg, dëgjova 2 gra duke folur. Ajo grua nuk ishte turp të kthehej, tha njëra, pas gjithë atyre viteve. Por djali ka të drejtë, ju përgjigj tjetra. Testamenti ishte i qartë. Testamenti ose jo, familja e Borës nuk do të harroj këtë kurrë. E dija që kishin të drejtë. Kishte njerëz që nuk do të na falin kurrë, por kishte edhe njerëz që po fillonin të na kuptojnë. Një mbrëmje, gjyshja më thirri të ulesh pranë saj. Ishte pranverë përsëri dhe lulet e bajames kishin çelur përsëri. E don, filloi ajo me një zë të butë. Dua të të tregoj diçka që nuk ta kam thënë kurrë. Çfarë, gjyshe? Kur Anila dhe Bora u dashuruan, unë isha kundër, pranoi ajo. Dija që familja e Borës nuk do ta pranonte. Dija që do të kishte dhembje. I thash Anilës që të largohej, që të gjente dikë tjetër. Isha i habitur. Por ti e mbështete gjithmonë nënën? Jo në fillim, tha ajo me pendim. Në fillim, mendoja sikur të gjitha nënat, që po mbronin vajzën time nga dhembja, por ajo nuk më dëgjoi. Ajo e donte Borën me gjithë shpirt. Dhe kur linde ti, kuptova që gabova. Pse? Sepse dashuria, edhe kur sjell dhembje, është më e vlefshme se një jetë pa ndjenja, tha ajo. Dhe ti ishe dëshmia e asaj dashurie,
Çdo herë që të shihja dy njerëz që kishin guxuar të donin pavarësisht gjithçka. Ajo më mori dorën, dhe prandaj vendosa që të të rrisja me dashuri dhe me respekt, që të tregoja që, pavarësisht se si erdhe në këtë botë, je i dashur dhe i çmuar. Qava në krahët e saj. Për gjyshen që kishte mbajtur aq shumë sekrete, aq shumë dhembje, por që kur nuk kishte lënë që unë të ndihesha i panelojshëm. Kisha mbushur 16 vjeç kur mora vendimin që do ndryshonte jetën time. Doja të studioja mjeksi, si nëna ime, por jo vetëm për të ndjekur gjurmët e saj, për të kthyer diçka në komunitetin që më kishte rritur. Dua të hap një klinik këtu, i thash Anilës një ditë. Në shtëpinë e Borës, ta kthej në një vend ku njerëzit mund të vinë për ndihmë. Sytë e saj u ndezën. Kjo është një ide e mrekullueshme, Edon, por do të duhet shumë punë, vite studimi, trajnimi. E di, i thash, por nëse ty më ndihmon, nëse gjyshja më mbështet, mund ta bëj. Gjyshja që dëgjonte nga dhoma tjetër, thirri, do të jemi pranë teje çdo hap të rrugës, bir. Shtu fillova të studioja më fort se kurrë. Mësuesit e mi në shkollë ishin të impresionuar me përkushtimin tim. Zonja Drita më tha një ditë: "Edoni, ti ke diçka të veçantë, një qëllim që të shty përpara, mos e humb kurrë atë." Por rruga nuk ishte e lehtë. Duhet të merrja rezultate të shkëlqyera në provimet e maturës. Duhet të fitoja një bursë, sepse edhe me trashëgimin e Borës, shpenzimet e studimit në Tiranë ishin të mëdha. Anila më ndihmonte çdo fundjavë. Vinte nga Tirana me libra mjekësore, më shpjegunte koncepte të vështira, më bënte teste, ishte më shumë se nën, ishte mentorja ime. "Do ta bësh", më thoshte ajo kur isha i lodhur dhe i dyshimt. "Ke gjakun e dy njerëzve që nuk u dorëzuan kurrë, ke forcën e gjyshes që mbijetoi gjithçka. Ti do të suksesosh." Ishte një mbrëmje dimri kur gjyshja më thirri pranë saj. Zjarri po digji në oxhak, por dhoma dukej më e ftohtë se zakonisht. Fytyra e saj ishte e zbehtë, më e hollë se kurrë. "Edon, bir", filloi ajo me një zë të dobët. "Ka diçka që duhet të të tregoj para se të jetë tepër vonë." Zemra më u ngut. "Gjyshe, çfarë ndodh?" "Jam e vjetër, bir, dhe trupi im po lodhet." Ajo buzëqeshi me trishtim, "Por nuk është për mua që dua të flas. Është për ty dhe për Anilën." U ula pranë saj, duke mbajtur dorën e saj të ftohtë. "Kur Anila lindi ty", vazhdoi ajo vuajti shumë. Lindja ishte e vështirë, dhe mjekët thanë që nuk mund të kishte fëmijë të tjerë. Ajo e dinte këtë, por kurrë nuk ta ka thënë. Ndjeva një dhembje të re në zemër. "Pse nuk ma tha?" "Sepse nuk donte që të ndiej e fajsi", shpjegoi gjysheja. "Sepse për të, ti ishe çdo gjë që kishte nevojë. Sepse dashuria e saj për ty ishte aq e madhe sa nuk kishte vend për asnjë pendim. Por ajo jetoi vetëm për shkakun tim", thash me një zë të thyer. "Jo për shkakun tënd", më korrigjoi gjysheja. "Për dashurinë që ndjente për baban tënd dhe për ty. Ajo zgjodhi këtë jetë. Dhe mendoj se, nëse do ta pyesje, do të zgjidhte të njëjtën gjë përsëri." Ajo nxori një zarf tjetër nga nënja stëk. "Kjo është letra e fundit që Bora shkroi para se të vdiste. E gjeta në makinën e tij pas aksidentit. Familja e tij nuk e pa kurrë." E hapa me duar të dridhura. "Anila e dashur, nëse po lexon këtë, do të thotë që nuk jam më. Dhe për këtë më vjen shumë keq, sepse kisha dashur të kisha më shumë kohë. Kohë për të qenë babai që Edoni meriton, kohë për të qenë burri që ti meritove. Nuk e di nëse do të më falësh ndonjëherë për dobësinë time, për faktin që zgjodha familjen time mbi ty dhe djalin ton. Por di një gjë me siguri. Çdo ditë që kam jetuar pa ju ka qenë një vuajtje. Kërkoj vetëm një gjë prej teje. Mos I lejo Edonit të më urrej. Tregoj që unë e desha, edhe nëse nuk pata kur ajo ta tregoja. Dhe kur ai të rritet, jepi këtë unaz që kam lënë për të. Jepi dhe thuaj që babai I tij ishte një budalla që humbi gjën më të çmuar në jetë për shkak të frikës. Me dashuritë përjetshme, Bora." Letra më ra nga duart. Babai im kishte vdekur duke më dashur, por edhe duke u munduar nga faji. E telefonova Anilës atë natë. "Mund të vish? Është e rëndësishme."
Ajo erdhi në agim të hershëm, e gjeti gjyshën dhe mua duke pritur pranë zjarit. Kur ja dhash letrën e borës, fytyra e saj u zbe. E lexoi me lot që i rrëdhonin, pastaj e mbylli me kujdes dhe më shikoi. E dija që ai mdonte, tha ajo me zë të thyer, por gjithmonë kisha dyshuar nëse pendohej për zgjedhjen e tij. Tani e di që po. Ai nuk ishte i fortë sa duhet, tha gjyshja me një zë të butë, por ishte njeri, dhe njerëzit bëjnë gabime. A e fal? E pyeta Anilën. Ajo mendoi për një kohë të gjatë. E fal për shkak se e kuptoi çfarë presioni kishte. Por edhe dhembja që ndjej është reale, edhe humbja është reale. Por tani ke mua, i thash, duke mbajtur dorën, dhe unë nuk do të braktis kurrë. Premtoj. Ajo më përqafoi dhe qau. Dhe në atë përqafim, ndjeva se diçka po shërohej, jo vetëm në të, por edhe në mua. Po lirohesha nga pyetjet që më kishin munduar gjithë jetën. Muajt e ardhshëm kaluan në një val intensiteti. Studioja nga mëngjesi deri në mbrëmje, duke u përgatitur për provimet e maturës. Anila vinte çdo fundjavë duke më ndihmuar me biologjinë dhe kimin. Gjyshja, edhe pse e dobët, gatuante çdo ditë vaktet e mia të preferuara. Trupi duhet u shkyer për të studiuar, thoshte ajo gjithmonë. Shokët e mi në shkollë shihnin ndryshimin. Ti je i pasgjedhur e don, më tha njëri prej tyre. Çfarë të shtyn kaq shumë? E ardhmja, i thash thjesht, dhe premtimi për dikë që nuk është më këtu. Kur erdhi dita e provimeve, isha i gatshëm, por edhe i nervozshëm. Anila dhe gjyshja më përcollën deri në shkollë. Beson veten, më tha Anila. Ti e di gjithçka që ke nevojë. Dhe kujto, shtoi gjyshja, që ne jemi krenar për ty pavarësisht rezultatit. Por unë doja më shumë se krenari. Doja të suksesoja, për mua, për nënën, për gjyshen, për baban që nuk e kisha njohur kurrë. Kur rezultatet dolën, zemra më rrihte aq fort sa mendoja se do të më dëgjonte gjithë fshati. E hapa zarfin me duar të dridhura. Nota perfekte. Bërta nga lumpuria, vrapora në shtëpi, ku gjyshja dhe Anila po prisnin me ankth. E mora, thirra, e mora notën maksimale. Gjyshja qau nga lumturia. Anila më përqafoi aq fort sa në mezi merrja frym. Tani mund të aplikosh për bursë, tha Anila me zë plot emocion. Mund të studiosh mjeksi. Javët e ardhshme ishin plot aplikime, intervista, pritje. Dhe më në fund, lajmi erdhi. Kisha fituar një bursë të plot për Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Kjo është një ditë historike për familjen tonë, tha gjyshja të mbrëmje, duke ngritur një gotë me verë të kuqe që kishte ruajtur për një rast të tillë. Për Borën, tha Anila, duke ngritur gotën e saj. Për Anilën, thash unë. Dhe për gjyshen që na mblodhi të gjithë, përfundoi Anila. Pijem së bashku, duke festuar jo vetëm suksesin tim, por edhe udhëtimin që kishim bërë për të arritur deri këtu. Shtatori erdhi shumë shpejt. Dita kur duhej të largohesha për në Tiranë, erdhi me një trishtim të përzier me emocion. Gjyshja më ndihmoi të paketoja, fut rrobat, librat dhe disa fotografi të familjes në valizhe. Nuk do t'jesh larg, thoshte ajo, por zëri i saj drithej. Dhe do të vish çdo fundjavë që të mundesh. Premtoj, i thash, duke e përqafuar. Anila kishte marrë ditë leje nga puna për të më shoqëruar. Nuk do të lë të shkosh vetëm në ditën e parë, tha ajo duke buzëqeshur. Autobusi që na mori ishte i njëjti që kisha marrë vite më parë kur kisha shkuar për të takuar Anilën për herë të parë. Por këtë herë nuk isha i vetëm. Këtë herë kisha një nën pranë meje. Gjatë udhëtimit, Anila më tregoi për jetën në Tiranë, për fakultetin, për spitalin ku ajo punonte. Do të jetë e vështirë, më paralajmëroi. Mjekësia nuk është e lehtë. Ka ditë kur do të dëshirosh të dorëzohesh. Si e bëre ti? Pyeta. Duke menduar për ty, tha ajo thjesht. Çdo ditë e vështirë, çdo pacient që humba, çdo herë që qava nga lodhja, mendoja për ty dhe guximi im kthehej. Fakulteti ishte një botë e re. Isha i rrethuar nga studentë të tjerë, disa nga qytetet më dha, disa me familje mjekësh, shumë me më shumë përvojë se unë, por kisha diçka që ata nuk kishin, një qëllim të qartë. Çdo leksion që ndiqa, çdo libër që lexoja, çdo orë që kaloja në bibliotek, e bëja me mendjen të fshati im dhe njerëzit që kisha lënë pas. Anila më ndihmonte sa herë që mundeja. Donjëherë më merrte në spital për të parë pacient real, për të mësuar nga përvoja.
Mjekësia nuk është vetëm në libra, më thoshte ajo. Është në zemrën që ke për njerëzit. Një ditë, gjatë një praktike në spital, takova një grua të moshuar që më kujtoi gjyshen. Ajo kishte një sëmundje të rëndë zemre dhe mjekët po diskutonin nëse operacioni do të ishte i rrezikshëm. U ula pranë saj dhe e mbajta dorën. Do të jeni mirë, i thajsh me një zë të butë. Ajo më shikoi me sy të lodhur. Ti më kujton djalin tim. Ai ishte i mirë si ti. Ku është ai tani? Vdiq, tha ajo thjesht, por e shoh në çdo fëmijë të mirë që takoj. Atë ditë kuptova diçka të rëndësishme. Mjekësia nuk ishte vetëm për të shpëtuar jetë, ishte edhe për të qenë pranë, për të dhënë shpresë, për të treguar njerëzve që nuk janë vetëm. Ishte dimri i vitit të tretë, kur mora telefonatën që kisha frikë gjithmonë. Ishte një fqinj nga fshati. Edon, duhet të vish, gjyshja jote nuk është mirë. Zemra mu ndaloi. Mora autobusin e parë për në Lumbardh. Anila erdhi me mua, duke lënë gjithçka pas. Kur mbritëm, gjyshja ishte në shtrat, e rrethuar nga fqinj. Fytyra e saj ishte e bardhë si bora, por kur më pa, buzëqeshi. Erdhe bir, tha jo me një zë kaq të dobët sa me zi e dëgjova. Ula pranë saj dhe e mbajta dorën. Jam këtu, gjyshe, do të jemi mirë. Për ajo tunte kokën. Jo, këtë herë bir, koha ime ka ardhur. Jo, thira, ti je fort, do të luftosh këtë. Kam luftuar mjaft, tha ajo me një buzëqeshje të butë. Dhe tani jam e lodhur, por jam e lumtur, sepse të shoh ty dhe Anilën së bashku, sepse e di që familja jonë do të vazhdoj. Anila qante në heshtje, duke mbajtur dorën tjetër të gjyshes. Kujdesuni për njëri tjetrin, vazhdoi gjyshja. Dhe mos harroni kur se dashuria është e vetmja gjë që vlen me të vërtet. Jo paraja, jo tokat, jo emri. Vetëm dashuria. Atë natë gjyshja vdiq në paqe, e rrethuar nga dy njerëzit që i donte më shumë se gjithçka. Fshati i tërë erdhi në varrim. Njerëz që e kishin njohur gjyshen, që ajo kishte ndihmuar, që e respektonin për forcën dhe dashurinë e saj. Prifti foli për jetën e saj, për gratë që kishte rritur, për sakrificat që kishte bërë, për dashurinë që kishte dhënë pa pritur asgjë në këmbim. Ajo ishte shtylla e kësaj familjeje, thaj, dhe trashëgimia e saj do të jetojë përmes djalit të saj dhe nipit të saj. Kur erdhi koha ime për të folur, zëri më dridhej. Gjyshja ime më mësoi se çfarë do të thotë të dashurosh pa kushte. Më mësoi se çfarë do të thotë të jesh i fortë edhe kur bota të shtyn të dorëzohesh. Më mësoi se çfarë do të thotë të jesh njeri. Pushova, duke përpjekur të mbaja lotët. Ajo më tha dikur që dashuria është e vetmja gjë që vlen, dhe çdo ditë të jetës sime do ta nderoj atë duke dashur të tjerët, ashtu siç ajo më deshi mua. U ktheva në Tiranë me një peshë të re në zemër, por edhe me një vendosmëri më të madhe. Çdo ditë që studioja mendoja për gjyshen. Çdo herë që isha i lodhur, kujtoja fytyrën e saj dhe guximin kthehet. Vitet kaluan shpejt. Mbarova fakultetin me nota të shkëlqyera. Anila ishte në ceremoninë e diplomimit, duke qarë nga lumturia. Baba yt do të kishte qenë kaq krenar, më tha ajo, dhe gjyshja jote, ajo e dinte që do ta bëje. Tani kisha një zgjedhje: të qëndroja në Tiranë dhe të punoja në një spital të madh, ose të kthehesha në fshat dhe të ndiqja ëndrrën time. Nuk kishte dyshim. Doja të kthehesha. Restaurimi i shtëtisë së Borës përfundoi 2 vjet pas diplomimit tim. E kthyem në një klinikë të vogël por moderne, me 2 dhoma ekzaminimi, një laborator të thjeshtë dhe një dhomë pritje që mbante fotografitë e familjes. Anila erdhi për hapjen zyrtare. Gjithë fshati erdhi. Madje edhe disa antar të familjes së Borës, të heshtur dhe të turpëruar, por të pranishëm. Kjo klinikë është për të gjithë, thash në fjalimin tim, pavarësisht nga e kaluara, pavarësisht nga konfliktet. Këtu, të gjithë janë të mirëpritur. Javët e para ishin të ngadalta. Njerëzit ishin të dyshimt, ishin një mjek i ri, pa përvojë, por ngadalë, ndërsa trajtoja pacientët me kujdes dhe me dashuri, fjala filluan të përhapej. Një ditë erdhi një grua e vjetër me një infeksion. Pas trajtimit, ajo më tha: "Ti je si gjyshja jote, ke të njëjtën zemër të mirë."
Ato fjalë më prekën më shumë se çdo falënderim tjetër. Ishte një ditë pranvere kur një makinë e njohur ndaloi para klinikës. Doli vllai i Borës, i plakur dhe i lukurqitur nga koha. Hyri me ngurur. "Mund të flasim?" pyeti. E ftam brenda në zyrën time. Ulesim përballë njëri tjetrit. "Kam ardhur për të kërkuar falje," tha me një zë të thyer. "Për gjithçka që familja ime të ka bërë ty dhe nënës sate. Për testamentin që përpiqam të fshehim, për fjalët e këqija." E shikova me kujdes. Ai nuk ishte më burri plot urrejtje që kisha takuar vite më parë. Ishte një njeri i moshuar, i lodhur nga faji. "Pse tani?" pyeta. "Sepse jam i smur," tha thjesht. "Mjekët më thanë që nuk kam shumë kohë dhe nuk dua të vdes duke mbajtur këtë urrejtje." Mora një frym të thellë. Mund ta kisha larguar, mund t'i kisha thënë që ishte tepër vonë, por kujtova fjalët e gjyshes. Dashuria është e vetmja gjë që vlen. "E pranoj kërkesën për falje," i thash. "Dhe nëse ke nevojë për trajtim, klinika ime është e hapur." Ai më shikoi me sy plot lot. "Faleminderit. Faleminderit shumë." Në muajt e ardhshëm, ai u bë një pacient i rregullt, dhe ndërsa e trajtoja, bisedonim për Borën, për të kaluarën, për gabimet që të gjithë kishin bërë. Kur vdiq, erdha në varrim, dhe për herë të parë, familja e Borës dhe familja ime qëndronin së bashku. Të bashkuar jo nga gjakun, por nga falja. Kanë kaluar 10 vjet që kur hapa klinikën. Tani jam 30 vjeç dhe jeta është e ndryshme nga ajo që kisha imagjinuar si fëmijë. Anila ka ardhur për të jetuar në fshat. Ajo punon në klinik me mua, duke ndarë përvojën e saj me pacientët. Përfundimisht, është në shtëpi në vendin ku zemra e saj ka qenë gjithmonë. Çdo mëngjes, kur zgjohem, shoh fotografinë e gjyshes pranë krevatit dhe përpara se të filloj ditën, i them: "Faleminderit që më mësove se çfarë do të thotë dashuria." Shtëpia e Borës, tani klinika jon, është plot me jetë. Fëmijë që qajnë, pleq që tregojnë histori, nana që sjellin bebe të sapolindura për kontroll. Dhe në çdo pacient shoh diçka nga historia ime. Në një nën që po lufton për fëmijën e saj, shoh Anilën. Në një gjyshe që po rritet një nip, shoh gjyshen time. Në një të ri që po përpiqet të gjejë rrugën e tij, shoh veten time. Jetën nuk është kurrë e lehtë. Ka ditë që jam i lodhur, ditë që dyshoj, ditë që mendoj se nuk jam mjaft i mirë, por pastaj kujtohem të rrugës që kam bërë. Nga një fëmijë i braktisur që pyeste pse nuk ishte i dashur, në një njeri që di se dashuria ekziston edhe në format më të komplikuara. Sonte, ndërsa shkruaj këtë, kam vendosur të mbaj një ditar sikurse nëna ime, sikurse babai im. Ndoshta një ditë, fëmijët e mi do ta lexojnë dhe do të kuptojnë nga erdhëm. Dashuri për gjeneratën e ardhshme. Nëse po lexoni këtë, do të thotë që kam vendosur ta ndaj historinë tone. Historinë e një dashurie që nuk u realizua plotësisht, por që krijoi mua. Historinë e një gjysheje që dha gjithçka për të më rritur. Historinë e një nëne që jetoi me dhemshëm për të më mbrojtur. Jeta nuk është e thjeshtë. Ndonjëherë dashuria nuk mjafton. Ndonjëherë duhet të bësh zgjedhje të vështira. Dhe ndonjëherë ato zgjedhje të lënë plagë që kurrë nuk shërohen plotësisht. Por këtu është çfarë kam mësuar. Vlera nuk është në përsosmëri. Vlera është në përpjekje, në të qenit prezent, në dhënien e beshurisë pavarësisht se sa e vështirë është. Gjyshja ime më mësoi forcë, nëna ime më mësoi dashuri. Babai im, edhe pse nuk ishte atje, më mësoi se edhe gabimet kanë vlerë, sepse na tregojnë se çfarë të mos bëjmë. Dhe unë, në fund kësaj udhëtimi,
Kam mësuar se familja nuk është vetëm gjak. Familja është zgjedhje. Është vendimi për të qenë pranë, për të falur, për të dashur edhe kur është e vështirë. Kështu që, çfarëdo që sjell jeta juaj, mbani mend këtë. Ju jeni dashur. Gjithmonë keni qenë dashur. Edhe kur duket se bota ju ka kthyer shpinën, diku ka menduar për ju me dashuri. Dhe kjo dashuri e heshtur, e komplikuar, e imperfekte, është gjëja më e vërtetë që ekziston. Me gjithë zemrën time, e doni. Mbyll ditarin dhe shoh drejt dritares. Dielli po perëndon mbi kodrat e lumbardhës, duke ngjyrosur qiellin me të kuq dhe portokalli. Në dhomën tjetër dëgjoj Anilën duke qeshur ndërsa flet me një paciente. Zëri i saj, zëri që kisha dëshiruar të dëgjoja kaq shumë kur isha fëmijë, tani është pjesë e çdo dite të jetës sime. Dhe në atë moment e kuptoj. Kam gjetur paqen që kisha kërkuar gjithë jetën. Sepse e di tani se prindrit e mi nuk më braktisën. Ata vetëm zgjodhën një rrugë të ndryshme, një rrugë që ishte e mbushur me dhembje, por edhe me dashuri. Dhe gjyshja, gruaja më e mrekullueshme që kam njohur ndonjëherë, u sigurua që unë kur të mos ndjehem i panevojshëm. Kështu që, sonte ndërsa ndezim qirinjt dhe përgatitemi për darkë, nuk ndjej mëri, nuk ndjej zemërim, ndjej vetëm mirënjohje. Mirënjohje për udhëtimin që më solli këtu, për njerëzit që më formuan, për dashurinë që më mbajti dhe për të ardhmen që tani, më në fund, ndihem gati ta përqafoj. 3 vjet pas hapjes së klinikës, diçka e mrekullueshme ndodhi. Takova një grua të re në fshat. Elira, një mësuese që kishte ardhur nga Tirana për të punuar në shkollën tonë. Ajo kishte një buzëqeshje që ndriçonte dhomën dhe një zemër që më kujtonte gjyshen. Në fillim ishin vetëm biseda të thjeshta, në treg, në shtëpinë e ndonjë të smuri ku unë shkoja për vizitë, por ngadalë ato biseda u bën më të gjata, më personale. Një ditë, ndërsa ecnim nëpër kodrën mbi fshat, ajo më pyeti: "Pse u ktheve këtu? Mund të kishe pasur një karrierë të shkëlqyer në Tiranë." "Sepse kjo është shtëpia ime," i thash, "dhe sepse doja të kthej diçka njerëzve që më dhanë gjithçka." Ajo më shikoi me një admirim që më bëri të ndjehem i vlerësuar. "Ti je ndryshe nga të tjerët, Edon. Ke diçka që shumica e njerëzve kanë humbur. Qëllim. Martesa jon ishte e thjeshtë por e bukur. E bëm në oborin e klinikës, të rrethuar nga fshati i tërë. Anila qau gjatë gjithë ceremonisë, duke më mbajtur dorën, ashtu si gjyshja do ta kishte bërë. "Nëna jote do të kishte qenë kaq e lumtur," më tha ajo. "Dhe Bora, ai do të kishte qenë krenar." Një vit më vonë, kur Elira më tha që ishte 7 zën, ndjeva një val emocioni që nuk e kisha ndjer kurrë. Kjo ishte shansa ime për të qenë babai që i mungoi mua, për të dhënë atë dashuri të pakushtëzuar që gjyshja më kishte dhënë. Kur erdhi dita e lindjes, isha më i nervoz se çdo pacient që kisha trajtuar ndonjëherë. Anila ishte aty, profesionale, por edhe emocionale, duke ndihmuar në çdo hap. Kur dëgjova të parën herë zërin e vajzës sime, një qam të fortë që mbushi dhomën, lotët më rrëdhon pa kontroll. "Ajo është e shëndetshme," tha Anila me një buzëqeshje, "dhe ka një zë të fortë si ti kur ishe i vogël." E mbajta në krah, këtë krijesë të vogël që mbante gjithë shpresën time, dhe u betova atje që do të isha për të gjithçka që prindrit e mi nuk mundën të ishin për mua. "Si do ta quajmë?" pyeti Elira nga krevati, e lodhur për e lumtur. Shikova Anilën. Ajo buzëqeshi përmes lotëve. "Drita," thash, "sepse ajo është drita që na ndriçoi të gjithëve rrugën nga errësira." Ndërsa drita e ritej, i tregoja histori për gjyshen e saj të madhe, për forcën e saj, për dashurinë e saj, për mënyrën se si ajo kishte mbajtur një familje të bashkuar kur gjithçka dukej se po shkatërrohej. "A e takova gjyshen?" më pyeti ajo kur ishte 5 vjeçe. "Jo, zemra ime," i thash, "por ajo të shen nga lart dhe është krenare për ty." "Dhe gjyshi Bora?" "Ai ishte një njeri i mirë që bëri gabime," i shpjegova. "Por ai të donte, edhe para se të lindësh." Një ditë, ndërsa drita po luante në obor, ajo gjeti diçka të vjetër në dhe, një monedhë të rrëguar. Më erdhi duke vrapuar. "Babi, çfarë është kjo?"
E mora në duar. Ishte një monedhë nga koha e gjyshes, e njëjta lloj që ajo mbante në xhep gjithmonë. Është një dhuratë nga gjyshja jote, i thash duke buzëqeshur. Ajo të thotë se gjithmonë të mbron. Kur Drita mbushi 10 vjeç, vendosa që ishte koha t'i tregoja historinë e plot. Ulesim së bashku në dhomën e vjetër të gjyshes, atë dhomë që dikur ishte ndaluar për mua. Drita, dua të tregoj për familjen tonë, fillova. Për mënyrën se si ne u bëm ajo që jemi. Ajo dëgjoi me vëmendje ndërsa i rrëfeva gjithçka, dashurinë e Anilës dhe Borës, sakrificat e tyre, rolin e gjyshes, luftën time për të gjetur të vërtetën. Kur mbarova, sytë e saj ishin plot lot. Pra, nëna Anila nuk ishte një nënë e keqe? Pyeti ajo. Jo, zemra ime, i thash duke përqafuar. Ajo ishte nëna më e mirë që mund të kishte qenë në ato rrethana. Ajo më dha jetën dhe pastaj më dha shansin për një jetë të mirë me gjyshen. Dhe ti nuk u zemërua kurrë me ta? U zemërova, pranoja. Por pastaj mësova që dashuria është më e komplikuar se sa mendojmë. Që ndonjëherë njerëzit bëjnë zgjedhje të vështira për arsye që ne nuk mund t'i kuptojmë minjëherë. Ajo mendoi për një kohë të gjatë. Pastaj tha: "Unë do të jem gjithmonë pranë teje, babi", premtoi. Anila arriti në moshën 80 vjeç me një dinjitet dhe forcë që më bënte krenar. Ajo ende punonte në klinik, edhe pse tani më shumë si këshilltare se sa mjeke aktive. Një ditë, ndërsa uleshim në verandën e klinikës duke shikuar perëndimin, ajo më tha: "Edon, kam diçka për të thënë." "Çfarë, nën?" "Jam e lumtur", tha thjesht. "Për herë të parë në jetën time, jam vërtet e lumtur. Kam ty, kam e lirën, kam Dritën. Familja onë është e plot. Ti gjithmonë ke qenë pjesë e kësaj familjeje", i thash. E di, tha ajo, por për shumë vite ndjeva vetëm fajin. Tani, më në fund, ndjej paqen. Ajo vdiq në gjumë 3 muaj më vonë. Qetë, në paqe, e rrethuar nga dashuria. Në varrim, fshati i tërë erdhi për t'i dhënë lamtumirën e fundit. "Doktor Anila ishte një grua jashtëzakonshme", tha prifti. "Ajo jetoi me dhembje, por kur nuk e humbi shpresën. Dhe në fund, ajo gjeti atë që kërkonte, familjen e saj." Drita vendosi të studioj mjeksi, ashtu si unë dhe si nëna e saj e madhe. Kur ma tha, ndjeva një krenari që nuk mund ta shprehja me fjalë. "Dua të vazhdoj atë që ti dhe nëna Anila filluat. Dua që klinika jonë të jetë këtu edhe për gjeneratën tjetër." Ndërsa ajo studionte në Tiranë, unë vazhdoja të punën në klinik, por tani e bëja me një qetësi të re, duke ditur që trashëgimia jonë do të vazhdonte. Fshati kishte ndryshuar gjatë viteve. Ishin ndërtuar rrugë të reja, kishte ardhur internet, të rinjt nuk largoheshin më aq shumë, dhe klinika jonë ishte bërë një simbol i shpresës, një vend ku të gjithë ishin të mirëpritur pavarësisht nga e kaluara. Tani jam 60 vjeç. Flokët më janë bërë gri, duart më dridhen nga një herë, por zemra ime është ende e plot. Drita ka marrë drejtimin e klinikës dhe unë shpenzoj ditët e mia duke këshilluar pacient dhe duke treguar histori për të shkuarën. Sonte, për herë të fundit, po shkruaj në ditarin që fillova kaq shumë vite më parë. Dashuri për ata që do të vinë pas meje. Historia jonë nuk është perfekte. Është plot dhembje, gabime dhe pendime, por është edhe plot dashuri, sakrificë dhe shpresë. Nëse ka një mësim që dua t'ju lë, është ky. Mos gjykoni njerëzit nga zgjedhjet e tyre pa e ditur historinë e plot. Mos harroni kur që dashuria vjen në forma të ndryshme, ndonjëherë të dukshme, ndonjëherë të fshehura. Gjyshja ime më dha një familje kur isha i vetëm. Nëna ime më dha jetën dhe shpresën për një të ardhme. Baba im edhe në mungesë më dha një trashëgimi që ndryshoi jetën time. Dhe ju që po lexoni këtë, jeni pjesë e asaj trashëgimie. Jeni rezultati i dashurisë që përballoi çdo sfidë, që mbijetoi çdo dhembje. Krenohuni për atë që jeni, jetoni me dashuri, falni ata që ju lënduan dhe mos harroni kurrë, jeni dashur,
Gjithmonë keni qenë dhe gjithmonë do t'i jeni. Me dashuri të përjetshme. Edon, djali që u rrit me gjyshen dhe që mësoi se dashuria është më e fortë se çdo gjë tjetër në botë. Mbyll ditarin për herë të fundit. Jashtë, dielli po perëndon përsëri mbi lumbardhën. Por këtë herë, nuk ka trishtim në zemrën time. Ka vetëm mirënjohje për udhëtimin e bërë, për mësimet e mësuara, për dashurinë që më mbajti. Ngrihem nga karrigja dhe eci drejt ditares. Në obor, drita po luan me fëmijën e saj. Nipa ime e vogël, që mban emrin e gjyshes son të madhe. Dhe në atë moment, e kuptoj se gjyshja kishte të drejtë. Dashuria është e vetmja gjë që vlen, sepse dashuria është ajo që na lidh me të kaluarën, na forcon në të tashmen dhe na jep shpresë për të ardhmen. Historia jonë nuk është perfekte, por është jona, dhe kjo e bën atë më të bukurën që mund të kishim. Fundi. Ai u rrit me gjyshen dhe një ditë kuptoi pse prindrit e kishin braktisur.